Tashmë kemi mësuar rreth Allahut. Tani duhet të mësojmë rreth Islamit dhe muslimanëve. Çfarë është Islami? Është rruga jonë e jetës. Çfarë do të thotë Islam? Islami është një fjalë arabe. Ajo nënkupton nështrim dhe bindje ndaj Zotit dhe urdhëresave të Tij. Nëse i bindemi Zotit dhe bëjmë çfarë Ai na ka urdhëruar, ne do të kemi paqe dhe shpëtim. Kjo është arsyeja pse Islami gjithashtu nënkupton paqe. Islami na mëson të bëjmë një jetë të mirë në këtë tokë. Na mëson të jetojmë si njerëz të mirë. Gjithashtu, na tregon që Zoti është i adhuruari, i gjithëpushtetshmi, mbreti, krijuesi dhe furnizuesi ynë. Islami na tregon rrugën e drejtë. Nëse ne ndjekim Islamin, ne do të jemi të lumtur dhe do të jetojmë në paqe. Pra, Islami është një begati e madhe për ne. Si jemi njohur ne me Islamin? Ne u njohëm me Islamin nga profetët dhe të dërguarit e Zotit. Do mësojmë më shumë për ta më vonë. Islami fillon me Ademin dhe përmbyllet me Muhamedin alayhi wasallam. Profeti është i dërguari i fundit i Zotit në tokë. Kush është musliman? Muslimani është një person që ndjek Islamin. Nëse ne ndjekim Islamin, Zoti na jep neve paqe dhe lumturi. Një musliman gjithmonë përpiqet të bëjë mirë. Ai thot të vërtetën. Ai nuk gënjen kurrë, nuk bën gjëra të këqija. Ai i ndihmon të tjerët. Kujdeset për më të vjetrit dhe nevojtarët. I dëgjon prindrit e tij dhe kujdeset për ta. Është i edukuar dhe kujdeset për njerëzit e tjerë. Ai gjithmonë përpiqet të kënaqë Allahun. Ne jemi krenar që jemi musliman. Zoti na ka quajtur ne musliman. Allahu thot në Kur'an: Ai ju ka quajtur juve musliman qysh më parë. Të lutemi o Zot, na bëj ne musliman të mirë dhe të lumtur.